Në bashkinë me Maliaj ka përfunduar harta prioritare e investimeve në turizëm për paketën e maleve, ku janë miratuar 3 zonat që përfshihen në këtë program: Njësia Administrative Luftinj, Njësia Administrative Buzë dhe Njësia Administrative Luftinj fshati Rabie. Sipas të dhënave deri tani janë rreth 43 aplikime. Kemi marrë dhe miratimin nga qeveria për zonat cilët kemi përcaktuar. Në zonën e ekonomisë së Buzit, ekonomisë së Luftinjës. Këto janë 2 zona kryesore për bashkinë tonë. Janë aplikuar online për paketën e maleve rreth 43 aplikues. Qytetari që aplikon duhet të ketë lidhje me shumë. Por në përgjithësi kjo janë për të bërë bujtina dhe për zona turistike. Ndërkohë, Bashkia me Maliaj ka ngritur grupin e punës për shqyrtimin e dokumentave për paketën e maleve. Pas përfundimit të aplikimit, bien dokumentat këtu, i shikojmë neve, dhe si staf, ngrihet grupi punës, i shikojmë dhe dhe që kanë përputhje me këto, japim okejnë pasaj. Do të bëj plan biznes, këto që kanë këta që aplikojnë, kanë interes për të aplikojnë. Paketa e maleve synon të kthejë zonat e lëna pasdore në hapësira ekonomike aktive duke nxitur investimet në agroturizëm, bujtina familjare, përpunim produkte zhbuqësore, blegë orale karakteristike të zonës, artizanat si dhe në turizëm natyror e kulturor.